E pastaj Allahu Dhul Gjelal shpejt e shpejt tregon për besimtarët e mirë që kanë qenë në dunjë. Inna kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana, ishte një grup besimtarësh në dunjë që thonin Zoti jon, ne të besuam ty, na i fal gjunaat tona, na mëshiro, se ti je mëshirshëm më i mirë. E ju që jeni në xhenem sot, fattakhadhtumuhum sikhriya, ju talleshit me ta. Ju xhenemlit i talleshit me besimtarët. I nënshmonit besimtarët. Lloj etiketesh u jepshit besimtarëve. Ju talleshit me ta. Qatë shumë talleshit me ta sa që ju harut për kujtimet e mia që va jepsha juve. Wa kuntum minhum tadhakun, edhe qeshnit me ta. Qeshtin me besimtarët. Thot Allahu Dhul Gjelal, inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun, e unë sot ata që ju i tallshit i shpërbleva për sabrin që kishin, edhe ata janë fitimtarë.